Skuadra Sunderlandit ka shënuar një tjetër fitore të madhe në javën e 6 në Premier League ndaj Nottingham Forest me shifrat 0-1. Granit Xhaka, kapiteni i klubit anglez, bëri një asist në këtë përballje. Pas ndeshjes, mesfushori shqiptar u shpreh tejet i lumtur që është pjesë e kësaj skuadre. E dinim se do të ishte ndeshje e vështirë këtu, por çfarë mentaliteti tregoi skuadra sot? Tifozët ishin fantastik dhe duhej të fitonin për ta. Skuadra e Nottinghamit sigurisht ishte më e mirë se ne sot, por futbolli nuk është kush luan më mirë apo kush shënon më shumë gola. Jam shumë i lumtur që fituam. Këta djelmosha janë duke më bërë jetën më të lehtë. Po vrapojnë, s'po ndalen. Imi ende në fillim dhe ka ende shumë për të bërë, u shpreh Xhaka pas ndeshjes. Sunderland ka grumbulluar 11 pikë në 6 ndeshje dhe gjendet në pozicionin e 4 në tabelën e Premier League.